Filloje ditën me një lugë mjalt. Njeriu prej kohërave më të lashta e ka përdorur mjaltin për shërimin e sëmundjeve të ndryshme. E kanë përdorur egjiptasit e lashtë, grekët, romakët, kinezët e të tjerë. Ndërsa Zoti thotë në Kur'an, Zoti yt i dha instinkt bletës, ndërto shtëpi në përkodra, në përdrunj dhe në përkulmet që ata, njerëzit, i ndërtojnë. Pastaj, hanga të gjitha llojet, frutat dhe futu në për rrugët e nënshtruara e të mësuara prej Zotit tënd. Surja Nahl 68-69. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka porositur. U porosis 2 ilaçe, mjaltin dhe Kur'anin. Hipokrati, i cili ka jetuar gjatë për çdo ditë, është ushqyer me mjalt. Mjalti natyror ishte ushqim shumë i dashur për poetin grek Anakrionin, i cili ka jetuar më shumë se 115 vite. Jul Cezari e ka pyetur se ku qëndron fshehtësia e trupit tuaj të fuqishëm dhe mendjes së shëndosh në këtë moshë të shtyrë. Ai është përgjigjur: mjalti në brendësi, kurse vaji nga jashtë. Mirpo, ka disa studime shkencore me mjaltin, të cilët janë bërë viteve të fundit. Studimin të cilin e ka shkruar revista e mjekësisë britanike ka vërtetuar se lirohen nga këto vështirësi me ndihmën e mjaltit. Sipas ulumtimeve që i ka kryer një revistë britanike për kirurgjin në vitin 1988 për përdorimin e mjaltit në plagët e infektuara dhe të thatët, mbi të cilat antibiotikët nuk ndikojnë, mjalti është treguar si ilaç shumë efikas. Një revistë australiane e mjekësisë në nëntor të vitit 1988 ka publikuar studimin e hulumtuesve australian, ku mjalti është përdorur si ilaç tek 15 pacientë të sëmur, të cilëve plagët u janë hapur pas lindjes me operacion cezarian. Këta hulumtues kanë vërejtur se përdorimi i mjaltit në plagë të hapura ka qenë efikas dhe i këndshëm për të sëmurët. Revista American Infection në vitin 1992 ka publikuar studimin për ndikimin e mjaltit mbi bakteret që shkaktojnë ndezje në plagë pas operacionit. Është vërtetuar se mjalti natyral arrin të angulfasë rritjen e shumicës së bakterieve dhe kërpudhave, për shkak të cilave lajmërohen ndezjet në ato plagë. Profesori Croft në librin Honey Health thotë: konsumimi i mjaltit të pastër në rastin më të mirë mund të sjellë rezultate të mrekullueshme. Dobit e tij për shëndetin janë të panumërta. Disa prej tyre janë: parandalon kancerin dhe sëmundjet e zemrës, redukton ulçërën dhe çrregullimet e tjera të aparatit tretës, antibakterial dhe antifungial, forcon sistemin imunitar, redukton kollën dhe irritimet, dhimbjet e fytit, rregullon sheqerin në gjak. Mjalti nuk ka asgjë të ngjashëm me sheqerin e bardhë dhe ëmbëlsuesit e tjerë artificial. Shëron plagët dhe djegjet. Është probiotik shumë i mirë.